Vetëvendosja, nivel qendror i ka marrë dikon 400.000 vota. Po. Që është superfuqi. Po, sigurisht. Po këto vota nuk do të thotë që është merit e Hajrullah Çekut, që është kandidat në Prishtinë. Këto vota nuk është që ka merita Adnan Abroshin apo Seko Emne Djalin në Prizren. Po. As nuk është merit e Bulliqit në Podujev, po veç një meritore ka, Albin Kurti. Po mos të ishte Albin Kurti, nuk i kishin marrë 400.000 vota. Prandaj, vetëvendosja në Prishtinë mundet me qenë rrezikume, dhe pse dikush do ta dinë sa votat i ka marrë në Prishtinë. Mundet me qenë rrezikume sepse Hajrullah Çeku i ka marrë vetëm 7.000 vota në Prishtinë. Në nivel qendror. Po. Ndërsa të tjerët i ka marrë nëpër komuna tjera. E këto unë mendoj që do të jetë i rrezikuar me fitu garën edhe më bë kryetari i Prishtinës. Sepse Prishtina Lit më shumë e kanë Prishtina Lit të vetëvendosja, po flas, votuesve vetëvendosjes, më shumë e kanë vlerësuar në Prishtinë me Fail Bajqenovcin me 3-14.000 vota se sa kandidatin e VV-s për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çekun. Prandaj këto është një gabim strategjik që ka bërë VV-ja me kandidimin e tij. Po të shkon të Hajrullah Çeku në Prizren. Që tu desha medalje dhone. Do të rrezikon të shaqirtote. Po të shkon të në Prizren. Po kandidimi i tij në Prishtinë kanë frikë që kam i kushtu. E pse qeten braj? Po e llogaret një ministër të suksesshëm, një djalë i butë, intelektual, po Prishtina Lit e dojnë Prishtina Lit. E dhone ti që semi të Prishtinës me kandidu këto djegeme. Djegëm, vallaj, me teme. Edhe në VV me hi djegesh, edhe në PDK, edhe në LDK djegesh. Prishtina Lit e dojnë të vetin. Prandaj unë mendoj që VV-ja ka bu gabim, por është e modhe në Prishtinë. Po. Veç nëse sabotohet, e unë mendoj që ka i note, se kanë hika pak i note në gjitha partit, jo veç në VV, ka i note që mundën ta penalizojnë Hajrullah Çekun. Kandidati tjetër që është super i fuqishëm është Përparim Roma. Jo që Përparimi e meriton me qenë këtë kryetar, se me mpyt punë e kisha qenë Londër. Ka nisë shumë punë Prishtinë. Është pengu për i qeverisë. Po thot, nuk kanë pengu, ja ka nëllë pare. E ka nisë një shesh, ja ka nëllë gjykota me ankesat të qeverisë. Nise të rrugat, të kofet, të rakis, ku i thujnë. Se se di në odën tona, kanë pine kush rakia s'kan pine. Aty ja ka nëllë punën. Të kofet e vugle ja ka nëllë punën. Të BC-ja krev. Një farë mbi kalimi, dënën kalimi që i ka përmtu. Me 3D-ja, me 4D-ja, ka pas vështirësi. Ka pas vështirësi me kompaninë pastrimi, me bërlogun. Po. Ka pas vështirësi s'ka autobusa, tash i ka autobusa, ka po një menaxhim të mirë, e ka kompania e trafikut urban, po me gjitha të ka të loshe Prishtina. E Përparim Roma do t'jetë. Kryetare. Do t'jetë në qitë pikat që mundet me i në balotazh. Jo, Prishtina shkon në balotazh. Po pash. Në Prishtinë janë 3 kandidat që luftojnë për 2 vende. Janë 3 kandidat që luftojnë për 2 vende. Si partit mëdha është VV-ja dhe është LDK-ja. Por si një djalë që ka gjosa dhe që e dën Prishtinën dhe që po dën me punu, edhe që po kërkon besim qytetar, është Turan Ismaili i PDK-s. Mirë, po PDK-ja është e penalizuar, se është parti më e vogël në Prishtinë. A përcakton fituesin Orhan Ismaili për Prishtinë? Nëse mbetet i treti, Orhan Ismaili është qelsi i Prishtinës. Po nëse hen i dyti, kush do që del i treti është qelsi? Përndoj se kjo është gore në zet, gore që i dyti me tretin kanë me pas një diferencë shumë të vogël, po njoni ka me ikë kërgjëshëm. E shumë me 12-in. Të shohim, është gora më interesant është në Prishtinë. Edhe të gjithë luftojnë për Prishtinë. Se në këtë shtetet e botës, kryetari i kryeqytetit bëhet edhe kryeminist. Kjo ka ndodhur edhe këtu. Isa Mustafa ka qenë kryetari i Prishtinës, po ta që kryeminist. E njerëzit më të fuqishëm
që i ka partia i kandidat në kryeqytet. Po partit nuk e kanë lyqë qitë kartë, nuk i kanë qitë më të fuqishmet. Për shembull, është Glauko Njufca të vetë U vendosur. flet kështë ka me dalë. Është folë shumë se ai do të jetë kandidat. Dhe me pa dalë Glauko Njufca, sipas mendimit Pa tim, balotash. ai kish fitu pa balotash. Pa vallaj, pa balotash kështë fitu. Po Qeku nuk e di, nashti është i mirë është, ai mu po është i bukur. Po edhe i mirë kërë Po Prishtinë s'ka ka Ka gjamara klirë. Prishtinë s'ka vynë me punu. Me ndaj që të rrugë, Po, që nisë, që të që të kolona pak mi e javashit. që të kolona, une për më orë sonë të te ko gjogat bona. Ha, po, a peshe? Kështu që une, sekretari Prishtinë shohet, ai si ka pikën e vojë. Po me gjitha ato, ti në trafik si të me të apë kretari bre pisi se është bre. Kështu që Prej Prishtina është Prishtine, interesant. po në gjitëm pak në lapë e pim kaj qaj. Shka po bëhet në lapë atje, që shagara? Mes bullishit edhe doktorit e krimit. Unë, qeveria, për me pas sukses një komunë edhe një kandidat, du të me qenë i lidhur me qeveri. Bulliqi ka pas atë fatë. Këtë investimet pja atje përshkojnë. Po që 3 ditë ose që 4 ditë 3 milion euro ju kanë premtu, ose ju kanë do Bulliqit. Po Dujevës, që me i menagju Bulliqi. Që si që edhe torte, Albini. Ja, ore, Për di të lidhje po torte, live në Po TikTok do hi. duket që VV-ja dënë me rujtë qatë bastion, e ka bo Po bastion Bastian. vetë. Se VV-ja s'ka pas bastion. E mos po thejët VV-ja ka bastionit qenë tash. Për jeshërit mos po thejë bethen bastionin. pak se vështirë është. Si dijet Bersadek. Jo, edhe unë nuk e di, bundet me ndodhë me e thyjet bastion, po tana që ato pore që nderën për Dujev, edhe pse ti me shku të në për Dujev ti lodhesh rrugës, halo së po rruga, Jo, unë nisi 100 vjetë. huha. E Bulliqi për çdo vit ka thonë, si vjet me 3 marse me 9, marse me 9, prelle me 9, e qershor ka mu nshu rruga, halo së nshu rruga, o nshu pjesë, rrethi, jetë, aty se kanë nshu dikush tokën, kështu që ka të lashe të jashtëzakonshme. Po me gjitha ta, është punu në për Dujev. Duket që është punu, ka pas pare, Po, ka pas investime, Kanë pas ka kumiqu. pas, qeveria i kanë imu shumë, se qeveria do në zemër me fol, ju kanë imu komunave që i ka pas kretarët me vetë vendosi. ku të qeveris? Edhe në Kamenic, edhe në Podujev, Në edhe në shtime. Shtimje, edhe në Gjilan, po nuk është që këta kandidat, këta kretarë e kanë arsyetu që atë ndim që ka thonë qeveria. Se është Gjiloni, është një djali i mirë, i kretori Gjilonit, po e ka nisë një stadium që 100 vjetë edhe ai. Po thonë që 100 vjetë mërna mandatit. Sa s'ka bon stadium. Ka 2 ekipet futbollit Gjiloni, Gjilan e dritë, që s'kanë ku me këqyrë futbollit, që s'kanë ku me hi me pëlloje. E ka nisë një rrugë, kanë pas me aprej shiritin, për çdo vetë, sa s'kanë bon. Kështu që, po më doket që kandidatët nuk e kanë kthy borxhin Albin Kurtit.